Mendoni pak, ishte e thënë që fati ynë të na sillte në një përballje të tillë. Në një përballje si përfundimtare me historinë tonë të gjatë dhe të mundimshme, duke na e dhënë neve, shqiptarëve të dekadës së tretë të shekullit të 21, shansin që t'ja ndryshojmë për gjithnjë rrjedhën historisë. Tamam këtu, tamam tani, mu në një kryqëzim mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do të qeverisë 4 vjet dhe një mundësie historike për Shqipërinë që në vetëm 4 vjet mund të bëhet zonjë antare e familjes së Bashkuar Evropiane. Dhe vetëm ne dhe askush tjetër kemi ndorë fatin evropian të Shqipërisë. Dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dorë me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian dhe veten e vet qytetar e qytetare të barabartë të Europës.